إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Falënderimi dhe lavdrimi takon të madhit Allah. Atë falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai ka dhuruar dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzu. Salatet tona të pandërprera nga ky vend i dërguar Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe fisnik dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu te bareke ve taala tregon realitetin e njerëzve besimtar dhe thot: innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit dhe thot: la tahasadu wa la tabaghadu, mos guxoni, mos u armiqsoni, mos xhelozoni një tjetrin, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni rob të Allahut vëllezër për hir të Allahut te bareke ve taala. Të dashur besimtar, sot jemi në një situatë ku ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka nevojë për mobilizim dhe ta shtojë dozën e vëllëzërisë dhe ta ndjejë sicili prej nesh edhe brengën e atij të cilët gjinet në fund të dunjajës, nëse është nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllëzër, këto ditë jemi duke i pa tiranët zullumqarët në Gaze, se çka bëjmë me vëllezërit tonë besimtar, dhe besimtari nuk guxon të qëndroje indiferent, të qëndroje vetëm shikues se çka është duke ndodhur. Mirë po ajo të cilën neve Allahu te bareke ve taala na ka thirrë në Kur'anin famëlar dhe thot: innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Dhe po na thret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: mos e xhelozoni, mos e armiqsoni shoku shokun, mirë po kunu ibadallahi ikhwana, bëhuni rob të Allahut vëllezër për hir të Allahut te bareke ve taala. Vëllezër, dikush prej nesh e shikon realitetin dhe brengosët dhe thot: a thu kush elementi apo ku është shkaku i cili musliman janë në këtë gjendje? Vëllezër, nuk është problemi që armiku është shumë i fuqishëm. Megjithse teknologjia e tyre ndoshta në shikimin ton e shikojmë që ata janë shumë të fuqishëm, mirë po rezultati i asaj është që ne jemi ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është i përçam, nuk kanë vëllazërinë mes veti, nuk kanë ndjenja vëllazërore në mes veti. Andaj edhe ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është në këtë formë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi dhe tha: me të vërtet djot ju vërsulen ummetet juve ashtu siç i vërsulen pijatës gremza dhe domethënë kaft e tjera të cilat janë i vërsulen i pijatës kur janë të uritur. Dhe vetën sahabët: ja Rasulullah, çish kanë mundu vërsul ummetet e tjera, ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a do kemi pak ne me numër? Pejgamberi Allahu tha: jo, ju do të jeni shumë, mirë po numri juaj nuk është asgjë, për arsye se ju do të jeni sikur se shkuma e detit e cila nuk ban dobi. Dhe tha në vazhdim: Allahu do të largoje frigën nga zemra e armiqve të juaj dhe do të fute frigën në zemrën e juaj dhe do t'ja ushtoje juaj vehnin. Thanë sahabët: wa mal wahnu ya Rasulullah, çka që kjo vehni ja Rasulullah? Tha: vehni është mu dashuru ju në dunja dhe me urejt vdekjen.
Të nderuar vëllezër, shkaku kryesor që muslimanat qenë kanë në këtë gjendje nuk është paaftësia e tyre, nuk është numri i vogël i tyre, mirë po është përçarja e cila e ka plu umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne sot edhe në vendin tonë, ku ne torturohemi ndoshta dhe arim që me u pasën të probleme dhe të lashe, populli jonë në momentet kyçe nuk po din mu bashkue. Ndërsa Allahu te bareke ve taala na thret dhe thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Të gjithë ju kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Vëllezër të nderuar, muslimanat çdo herë do të posojnë disfat në momentin që përçarja mbizotron në mesin e tyre. Nuk është problem edhe njerë peceki numri i muslimanëve, mos aftësia e tyre në aspektin teknologjik, apo mos mundësia e armatimit. Problemi është në sot e shohna në Gaze, ku muslimanat aty rrethon nga një numër i madh i shteteve muslimane. Mirë po të gjithë janë sikur sa ata shikuesit në teatr dhe janë duke shiku kur do të kryet teatri dhe ngjarja dhe shfaqja që ata të rahatohen dhe të bëjnë pastaj shuplak duart rokitje. Kjo është një me të vërtetë një ndjenjë e keqe umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Allahu na ka thirrë neve dhe ka thënë: "Ma lakum la tanasarun." Pse po nuk pe ndihmoni një vllahun? Pastaj Allahu te bareke ve teala i cek besimtarët dhe thot: "Walladhina idha asabahumul baghyu hum yantasirun." Kur ata vllahun e tyre godet ndonjë e keqe, ndonjë tiran, ndonjë zullumçar e godet, ata e ndihmojnë. Ku jemi nga kjo ajet i Allahu te bareke ve teala? Ku jemi nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu e shikon vllahun çka bën për të, dhe Allahu është ndihmën e vllahut të tij, derisa muslimani është në ndihmën e vllahut të tij. Allahu është në ndihmën tënde, derisa ti e ke breng dhe hall ndihmën e vllahut tan. A flim në rahat, a hajmë në rahat, a bëjmë dua për ato muslimanët e shkret në atë vend, apo ndoshta ne vetëm jemi teleshikues dhe duke këshirën kur do të kryet kjo ngjarje që ta vazhdojnë jetën tonë. Allahu na fal për pafuqinë tonë. Allahu na fal për mungesën e solidaritetit në mënyrë që e meriton vllau musliman për muslimanin. Mirë vëllezër, nëse se ne nuk kemi atje dhe nuk mundemi me ndihmu, ne mundemi me qenën aleat të njëri tjetrit në këtë vendin tonë. Shoku shokit me ndihmu, kojshia kojshies me ndihmu, njëri tjetrin dashnien dhe mu ka për litarin e Allahut, duhet ne me realizu këta aty ku jemi ne prezent. Nëse nuk mundemi musliman në Gazë të ndihmojmë, ne mundemi të ndihmojmë kojshien tonë, vllahun tonë, të dashurin tonë, ku jemi aty në biznes, në diçka në hallin e tij dhe kështu me radhë. Kjo është mënyra më e mirë që ta manifestojmë dashurinë për hir të Allahut te bareke teala. Lut Zotin e Madh që Allahu na falë neve mangësinë tonë, pafuqinë tonë, që jemi të pafuqishëm, që më ndihmu muslimanëve ana kam botës, e sidomos vëllezërit tonë në Gazë. Allahu t'i ndihmoje, armikun e tyre Allahu ta shkatroje, ndërsa neve Allahu me xhennetul firdaus na tuboj me njerëzit e mirë, me shahidët dhe besnikët. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqulu قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.